bart në vete hiperprodhimin e kortizolit. Do thotë stresi shkakton prodhimin e tepruar të kortizolit, dhe kortizoli është, do thotë, një hormon i cili shkakton pastaj në mënyrë kështu zinxhirore aktivizimin e hormoneve tjera në organizëm apo qelizave, dhe natyrisht edhe vjen deri te aksidentet kardiovaskulare. Përmend ndonjëherë hiperkortizolemia mund të jetë edhe problemi i lindur. Këtë kom has në vitin si vjet ka qenë një fëmijë 15 vjeçar. Edhe pediatri më luti t'ja bëj një koronografi. Pasi e bëra koronografin, u tmerrova kur pash se të 3 arteret koronare të një djalosh 15 vjeçar ishin të ngushtuara. Edhe ato në mënyrë signifikante, vetëm se pacientin ishte shumë i rri, nuk kishte duhan pirës, nuk kishte obezitet, nuk kishte asnjë faktor tjetër të rrezikut, po kishte hiperkortizolemi. Niveli kortizolit ishte shumë i lartë. Kjo është e lindur, domethënë problem gjenetik, mirë po te stresi ne kemi zakonisht lirimin e sasive të mëdha të kortizolit. Zakonisht edhe ajo, do thotë, në mënyrë zinxhirore pastaj shkakton edhe ndikimin në qeliza edhe lirimin e adrenalinës, noradrenalinës e tjera, të cilat prodhohen në organizëm, edhe kjo shkakton spazmin e arterëve koronare apo ngushtimin e arterëve të zemrës.